Durrësi renditet në kryet e listës si qyteti më i vizituar në çdo stin të vitit, kjo për shkak të trashëgimisë kulturore që ka, krahas vijës bregdetare. Albran Ramohita, i drejtori i qendrës muzeale, thotë se vetëm për gjatë 3 muajve të parë të këtij viti ka pasur një rritje të konsiderueshme të vizitorëve. Këtë vit janë 20% më shumë turistë, duke e krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Turistët cilët janë të shumt, duke filluar që nga kjo periudhë ne po flasim, nga janari deri në mars, ne kemi pasur një rritje konsiderueshme krahasuar me një vit më përpara. Duke parë këtë fluks i cili është në krahasuar me një vit më parë 20% më shumë se ç'kemi pasur turistë në për të njëjtën periudhë në 2024, mendojmë që edhe ky vit do të jetë një vit i mbar dhe ne po përgatitemi si institucion që të bëhemi gati për periudhën nga maj deri në tetor, i cili është dhe periudha të cilën e kemi vizitueshmërinë më të madhe. Sipas të dhënave, vendi më i vizituar rezulton amfiteatri me mbi 23.000 vizitorë gjatë vitit 2024. Gjithashtu interes të lartë ka pasur edhe Torra Veneciane, thotë Ramohitaj, duke shtuar se këtë vit për turistët do të hapet për herë të parë hamami, rikonstruksioni të cilit përfundoi në nëntor të një viti më parë. Po sigurisht që është amfiteatri i cili është më i vizituari dhe më tërheqësi për vizitorët, por ne kemi edhe Torrën Veneciane, e cila u bë tashmë një vit që është hapur dhe po pret turistët. Gjithashtu këtë vit do të kemi gati dhe do të jetë e vizitueshme dhe do të kemi edhe hamamin e qytetit Durrësit, i cili hapet për herë të parë për vizitorët, dhe do të kemi mundësi që kemi edhe një si tjetër akoma dhe një objekt tjetër për të parë më tepër në qytetin tonë. Ndërsa Muzeu Arkeologjik i qytetit edhe këtë vit do të qëndrojë mbyllur si pasojë e rikonstruksionit. Vitet e fundit turizmi kulturor në Durrës është rritur ndjeshëm, duke bërë që sezoni të shtrihet në kohë, duke shndruar qytetin në një stacion për turistët vendase të huaj.